Komentimi përsosur I Kuranit, gjuzi I 29, Sure El Murselat, ajetet nga 29 deri te ajeti 40. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab, la dhalili wa la yughni min al-lahab. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Do të thuhet nisuni drejt atij dënimi që e mohuat, shkoni drejt një hijeje me 3 kolona, tymi të xhehenemit, e cila nuk bën hije freskuese dhe as nga flaka nuk të shpëton, ajo hedh shkëndija të mëdha sa një kala, sikur të ishin deve të verdha, mirë për gënjeshtrues në atë ditë. Kjo është një ditë kur ata nuk do të mund të flasin dhe nuk do t'u jepet leje për t'u shfaqsuar, mirë për gënjeshtruesit në atë ditë. Kjo është dita e ndarjes vendimtare në të cilën do të tuboheni ju dhe popujt e lashtë, prandaj nëse zotroni ndonjë dinakëri, përdoreni kundër meje, mirë për gënjeshtruesin në atë ditë. Komentimi. As kanë fuqin për të mbrojtur as rrugë për të shpëtuar. Në këto ajete përshkruhet fati përfundimtar I përgënjeshtruesve të Kiametit dhe I mohuesve të gjyqit të drejtë hyjnor. Ky përshkrim e fut njeriu në një tmerr të thellë, si dhe ja bën të qarta dimensionet e tragjedisë. Në fillim thuhet, do të thuhet, nisuni drejt atij dënimi që e mohuat, nisuni drejt atij dënimi të xhehenemit, që u tallët me të dhe e mohuat, nisuni në drejtim të torturave të lloj-llojshme, të cilat I kishit përgatitur më herët me anë të veprave tuaja. Fjala intaliqu rrjedh nga fjala el intilaq dhe tregon lëvizje pa ndalim. Brenda këtij kuptimi është fshehur edhe një lloj lirie nga pengesat dhe prangat. Ky shpjegim tregon gjendjen e tyre në ditën e Kiametit. Atë ditë ata do të mbahen për një kohë të gjatë për të dhënë llogari, më pas do t'i lirojnë dhe do t'u thonë nisuni drejt dënimit xhehenemit pa ndaluar. Ky folës mund të jetë vetë Allahu I madhëruar që u drejtohet atyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose mund të jenë engjëjt e dënimit. Pavarësisht se kush është folësi, urdhri që jepet ka një ton të përzier me qortim të thellë. Ky qortim është një dënim I dhimbshëm dhe dërmues. Më pas ajeti I jep një shpjegim më të detajuar për këtë dënim dhe shkoni drejt një hijeje me 3 kolona tymi të xhehenemit. Këto 3 kolona arrin njëra sipër kokave të tyre, tjetra në anën e djathtë dhe kolona e tretë në anën e majtë të tyre. Në këtë mënyrë ata nga çdo anë janë të rrethuar nga ky tym vdekje prurës I cili do t'i përpijë brenda vetes. Më pas shton e cila nuk bën hije freskuese dhe as nga flaka nuk të shpëton. Disa komentues kanë supozuar se fjala dhillin hije të krijon perceptimin se atje ekziston një hije që e ul ca flakën përvoluese të zjarrit, por ky ajet e kundërshton këtë supozim dhe thotë se kjo hije as pak nuk është hija që ju kishit imagjinuar, por është një hije që të përvolon dhe të mbyt. Ajo është e formuar nga përqendrimi I tymit të zjarrit dhe I flakëve shkrumbuese. Këtë fjali e dëshmojnë edhe ajetet e surës El-Waqia, të cilët për ashabu shimal, njerëzit e së majtës, thonë janë në mes të zjarrit, në ujë të valuar dhe në errësirë të tymit, as të freskët e as të këndshëm, sepse ata përpara kësaj kanë qenë të dhënë pas qejfeve. Disa komentues të tjerë kanë thënë se këto 3 kolona përfaqësojnë 3 përgënjeshtrimet e tyre për rrënjët e fesë, pra për monoteizmin, për profecinë dhe për ringjalljen, sepse përgënjeshtrimi I ringjalljes nuk është I ndar nga përgënjeshtrimi I profecisë dhe I monoteizmit. Komentues të tjerë kanë shprehur mendimin se këto 3 kolona aludojnë për burimet e 3 llojshme të mëkatit që janë zemrimi, epshi dhe imagjinata, kurse tymi I errët është personifikimi I errësirave të pasioneve. Ruaju nga errësira e zemrimit dhe epshit, që nga tymi I tyre do të erësohet syri I zemrës. Kur vjen zemrimi, intelekti, mendja del jashtë. Nëse epshi dominon, shpirti çoroditet. Më pas, duke bërë një përshkrim tjetër për këtë zjarr, ajeti shton ajo hedh shkëndija të mëdha sa një kala.
Shkëndijat e zjarrit të xhehenemit nuk janë si shkëndijat e zjarrit të kësaj bote, të cilat ndonjëherë nuk janë as sa maja e gjilpërës. Fjala kasrun këtu ka një kuptim shumë domethënës, ndoshta mund të ishte më e përshtatshme të thuhej shkëndija si mali, por të mos harojmë se në ajetet e mëparshme kemi thënë se malet janë burimi begative dhe depot e ujit të shishëm, kurse kështjellat dhe pallatet e shtypësve dhe të padrejtëve janë burimi flakëve përvoluese dhe i shkëndijave të zjarrit. Në ajetin vijues në një përshkrim tjetër për shkëndijat e këtij zjarri përvolues thuhet sikur të ishin deve të verdha. Fjala gjimaletun është shumë si fjalës gjemelun dhe tregon deven, kurse fjala sufrun është shumë si fjalës esferun dhe tregon një gjë me ngjyrë të verdhë ose një e verdhë që priret nga e zeza, a nga një ngjyrë tjetër, kuptimi i parë është më i përshtatshëm sepse shkëndijat e zjarrit janë të verdha që anojnë drejt të kuqes. Në ajetin pararendës, këto shkëndija ishin aq shumë sa u krahasuan me një kështjell të lartë, kurse në këtë ajet, për nga ngjyra, lëvizja e shpejtë dhe përhapja e tyre në çdo anë, janë krahasuar me deve me ngjyrë të verdhë që lëvizin në çdo anë. Aty ku ka shkëndi të tilla, aty do të ketë zjarr përvolues, a mund të ketë torturë më të dhimbshme se djegja nga ky zjarr? Sërish në fund të këtyre ajeteve të këtij diskutimi përsëritet i njëjti paralajmërim mirë përgënjeshtruesit në atë ditë. Më pas ajeti fillon me trajtimin e pjesës tjetër të karakteristikave të asaj dite të tmerrshme dhe thotë, kjo është një ditë kur ata nuk do të mund të flasin. Po, Allahu i madhëruar atë ditë mëkatarëve dhe kriminalëve do t'u ambyll gojën. Kjo është thënë edhe në surën Yasin në ajetin 65, sot ne u ambyllim gojët e atyre, neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan. Madje në disa raste të tjera në Kur'an thuhet se në atë ditë do të flasë dhe do të tregojë çdo gjë, edhe lëkura e tyre. Ajeti përsërishton nuk do t'u jepet leje për të shfaqsuar. As nuk mund të flasin dhe as nuk kanë leje të shfaqsohen e të kërkojnë falje, sepse atë ditë çdo gjë është e qartë, janë zbuluar të gjitha të vërtetat, nuk ka ngelur asnjë gjë pa u thënë. Të gjithë atyre që në këtë botë kanë abuzuar me lirinë e vet, kanë përgënjeshtruar të dërguarit, i kanë përqeshur ata, kanë shtrembëruar të vërtetën, në atë botë do të kyçet goja si ndëshkim për çka kanë kryer. Kjo në vetvete është një torturë dhe dënim i dhimbshëm, sepse kur ata kanë aq shumë nevojë të flasin e të përpiqen të shfaqsohen, u mbyllet goja. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku paqja qoftë mbi të thuhet, Allahu i madhëruar është i lartë, i drejtë dhe i madh, ai nuk do ta pengonte robin e tij të fliste e të shfaqsohet, po të kishte alibi, por ata nuk kanë asnjë alibi për ta paraqitur. Megjithatë, nga disa ajete kuranore përftohet se në kiamet disa kriminal do të flasin ndonjëherë, sepse ashtu siç e kemi diskutuar edhe më parë, në kiamet ka shumë vendalime. Në disa prej tyre mbyllet goja dhe është radhë gjymtyrëve të trupit për të dhënë dëshmi, kurse në disa vendalime të tjera goja lëshohet dhe fillon të rrëfejë çështje të ndryshme. Kjo është shenjë e pikëllimit, e mjerimit, e keqardhjes dhe e konfuzionit të tyre. Sërish në fund të kësaj pjese ajeti thotë mirë përgënjeshtruesi në atë ditë. Një fjali tjetër tregon se çfarë i gjen kriminalët dhe përgënjeshtruesin në atë ditë. Kjo është dita e ndarjes vendimtare në të cilën do të tuboheni ju dhe popujt e lashtë. Sot të gjithë njerëzit pa përjashtim që nga i pari deri te i fundit i kemi tubuar në këtë arenë dhe gjykatë të madhe për të kërkuar llogari. Ajeti thotë prandaj nëse zotroni ndonjë dinakëri përdoreni kundër meje, valla mund të aratiseni nga territori i pushtetit tim. A mund të dominoni mbi fuqinë time, a jeni të aftë të paguani ndonjë shpërblim për të liruar, a jeni të zot t'i mashtroni përgjegjësit e llogaridhënies, çdo gjë që keni në dorë kryejeni, por të jeni të bindur se nuk jeni në gjendje për të kryer asnjë veprim. Në realitet kjo është të kërkosh një çështje të pamundur, e cila tregon qartë pa aftësinë dhe pa fuqinë e palës tjetër, siç është ajo që është thënë për Kur'anin. Nëse dyshoni mbi atë që ja kemi zbritur robit, sillni ndonjë sure të ngjashme me atë të Kur'anit. Fjala keidun, siç është sqaruar edhe në veprën mufradat, tregon një lloj shkaftësie, e cila ndonjëherë është pozitive dhe ndonjëherë është e qortueshme, edhe pse në shumicën e rasteve është përdorur për rastet negative, siç është në ajetin në fjalë. Atë ditë ata nuk janë në gjendje të kryejnë asnjë punë, sepse e dinë se në atë ditë do të këputen lidhjet e tyre nga çdo lloj mjeti apo pajisjeje. Kjo është theksuar dhe në ajetin 166 të surës El-Baqara, këputen lidhjet e tyre. Duhet të kemi parasysh se nga
nga njëra anë thotë se ajo ditë është Yaumul Fasl, pra dita e ndarjeve, dhe nga ana tjetër ajo ditë është Yaumul Jama, që do thotë është dita e tubimit. Secila nga këto deklarata realizohet në të njëjtën kohë, pra në fillim të gjithë njerëzit do t'i tubojë në gjykatën e madhe, më pas do t'i ndajë ata në rjeshta të ndryshëm sipas bindjeve dhe veprave të tyre, madje edhe ata që shkojnë në xhenet do të jenë në rjeshta të ndryshëm dhe kanë grada të ndryshme, edhe në xhehenem janë ndarë në rjeshta dhe kanë pozita të ndryshme. Ajo ditë është dita e ndarjes së të vërtetës nga e pavërteta dhe e të drejtit nga i padrejti, sërish e përsërit fjalinë kërcënuese dhe thotë mirë për gënjeshtruesit në atë ditë.